Tete miq dhe Mikesha, ju keni menduar se unë nuk e kam bërë puntatën e fundit ose jam mërzit me botrorin, nuk e di, por jo, nuk është kështu. Kam pritë momentin e dur, kohën e dur dhe t'jem sa më i qetë edhe mendërisht, edhe fizikisht, edhe gjitha gjonat për të bërë puntatën e fundit. Por këtë botror 2026 që u zhvillu në Amerikë, në Kanada dhe në Meksik. Sigurisht, tu jam me bluzën speciale të shtëpisë vjetër, ku sigurisht është një nga bluzët më të bukura për mu, dhe më pas vim me kampionin e botës, që këtu nuk do ketë më një yll, do ketë dy, Spanja, e cila rafi Argentinën 1-0 në kohën shtesë. Por para se të flasim për finalen, sigurisht do flasim pak për vendin e 3-4, ku është luajtur midis Francës dhe Anglisë, një festival golash, po sigurisht të dy ekipet kishin ardhur me një lloj në thojza çmontimi, ku kishin ardhur për ta marruar atë detyrim, por sigurisht i vetmi motiv nga Anglia ishte Harry Kane për të shënu golat të cilën nuk e aktivizoi, dhe ndërsa te Franca ishte sigurisht Kylian Mbappé, i cili edhe shënoi 2 gola, ku arriti në kuotën e 10 golave dhe la më pas Messin. Sigurisht Mbappéja e mbylli me 10 gola 4 asis, Lionel Messi me 8 gola 4 asis, Bellingham me 7 gola, i cili u aktivizoi dhe shënoi shumë bukur. Haalandi edhe Dembele, Kane me 6 gola, ku nuk u aktivizu, sigurisht ndoshta nuk e ka llogaritë se mund t'i kapi apo nuk e di. Gjithsesi, për këtë ndeshje nuk kam shumë për të folur për arsye sepse u dinte rëndësia e kësaj ndeshjes dhe u dinte se për çfarë ishin. Dy opsionet ishin, domethënë Harry Kane dhe Kylian Mbappé. Harry Kane nuk e aktivizoi fare sepse tha jo, po si bëj 4 gola, nuk e di. Ndërsa Kylian Mbappé arriti të shënoi 2 gole, dali gërshënuesi më i mirë. Ne kemi pak këtu të shtëpia vjetër me 4 televizorë dhe një projektor, sigurisht si çdo lloj ndeshje, kishte edhe një kërkesë të bukur për t'i pak të ndeshje, sepse u dinte dhe sepse ekipet ishin shumë të hapura dhe dishin se do kishte show dhe sigurisht gola. Që ta shohim për vendin e 4-6, tash po e vere që nuk është përdor asnjë karton nivel, pra aq fair ishte, pavarësisht se janë bërë 10 gola. Pjesa parë ka marrë 0-4 për Anglinë, ku pastaj Anglia sigurisht bëri edhe zëvendësime që të luajnë edhe të tjerët, ku Spanja shumë shpejt shënoi minutë 48, 54, 66, shkoi 3-4 dhe aty pastaj Tuchel futi Andersonin, Bellinghamin e Jamesin. Sigurisht ndeshja shkoi 3-5, 4-5, 4-6. Po shoh që UEFA favorit ka vendosur Francën, por në të vërtetë fitoi Anglia. Nuk duhet ndalem shumë me Francën dhe Anglinë, sepse ishte një ndeshje që e kena shiju, por kaq. Duhet ndalem shumë te ndeshja e datës 19 korrik, ku gjithë bota e mirëpriste në ndeshjen finale Spanja-Argentinë.